Qoftë beqimet e Allahut mbi Muhammedin, paqja qoftë mbi te. O Allah, mos na lejo të largohemi nga këto ditë bekuara, derisa të na kesh falur mëkatet tona, paditurinë tonë, tepricat në çështjet tona dhe çdo gjë që ti e di më mirë se ne. O Allah, na fal përpjekjet tona të sinqerta, lehtësinë tonë, gabimet tona dhe veprat tona të qëllimshme, të gjitha ato që janë brenda nesh. O Allah, mos na lejo të largohemi nga këto ditë të bekuara, derisa të na kesh falur mëkatet tona, paditurinë tonë dhe tepricat në çështjet tona, dhe ti e di më mirë se ne. O Allah, na fal përpjekjet tona të sinqerta, lehtësinë tonë, gabimet tona dhe mëkatet tona të qëllimshme, të gjitha këto që janë mbi ne. O Allah, mos na lejo të largohemi nga këto ditë të bekuara, derisa të na kesh falur mëkatet tona, paditurinë tonë dhe tepricat në çështjet tona, dhe ti e di më mirë se ne. O Allah, na fal përpjekjet tona të sinqerta, lehtësinë tonë, gabimet tona dhe mëkatet tona të qëllimshme, të gjitha këto që janë mbi ne. O Allah, mos na nxjerr nga këto ditë të bekuara, derisa të na falësh mëkatet tona, paditurinë tonë dhe tepricat tona në çështjet tona, dhe ti e di më mirë. O Allah, na fal mëkatet tona, lehtësinë tonë, gabimet tona dhe veprat tona të qëllimshme të këqija, të gjitha këto që janë mbi ne. O Allah, mos na nxjerr nga këto ditë të bekuara, derisa të na falësh mëkatet tona, paditurinë tonë dhe tepricat tona në çështjet tona, dhe ti e di më mirë. O Allah, mëkatet tona të rënda, të lehta, gabimet dhe shkeljet tona të qëllimshme, të gjitha këto janë me ne. O Allah, mos na nxjerr nga këto ditë të bekuara, derisa të na kesh falur mëkatet, paditurinë dhe tepricat tona në çështjet tona, dhe ti e di më mirë. O Allah, na fal mëkatet tona të rënda, të lehta, gabimet dhe shkeljet tona të qëllimshme, të gjitha këto janë me ne. O Allah, mos na nxjerr nga këto ditë të bekuara, derisa të na kesh falur mëkatet tona, paditurinë tonë dhe tepricat në çështjet tona, dhe atë që ti e di më mirë se ne. O Allah, na fal mëkatet tona, lehtësinë tonë, gabimet tona dhe kebërjet tona të qëllimshme, të gjitha këto janë mbi ne. O Allah, mos na lejo të largohemi nga këto ditë të bekuara, derisa të na kesh falur mëkatet tona, paditurinë tonë dhe tepricat në çështjet tona, dhe atë që ti e di më mirë se ne. O Allah, na fal mëkatet tona, lehtësinë tonë, gabimet tona dhe kebërjet tona të qëllimshme, dhe gjithçka që është brenda nesh. O Allah, mos na lejo të largohemi nga këto ditë të bekuara, derisa të na kesh falur mëkatet tona, paditurinë tonë, tepricat në çështjet tona, dhe çdo gjë që ti e di më mirë se ne. O Allah, na fal përpjekjet tona të sinqerta, lehtësitë tona. Bismillahirrahmanirrahim.